Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim byrek me spinaq. Përbërësit janë krip, miell, spinaq, piper të zi, një qep, djath, vaj dhe një shteshte. Me edhe mielli. Edhim krip, edhim vaj dhe fillojmë ta përzijmë. Si e kemi ngjeshur të jetë brumi kaq i butë dhe tani e bëjmë në kullë. I presim. Topat i bëjmë kaq të vogla. Kemi marrë spinaqin të lartë të grirë, të pastruar, hedhim një qep brenda, të grirë. Hedhim pak piper të zi, hedhim krip dhe tani e shtypim me dorë. Hedhim djathin dhe e përzjejmë. Pasi e përzjejmë, e lënë në një. Kemi marrë një rolon, një top brum dhe fillojmë për t'i hapur. Kemi vënë 3 petë në të njëjtë mallësi dhe fillojmë t'i hapim të treja së bashku. Petën e hapim sipas tepsisë që kemi. Kemi marrë një tavë, kemi lyer me vaj dhe fillojmë ta shtrojmë. Petën e parë, të hedhim shtresën e parë, sepse byrekun unë e bëj me 2 shtresa. Tani e presim. Hedhim dhe vaj. Nuk i kam hedhur brenda, ja kam hedhur të gjithë lart që të bëj një pjekje të mirë. Në furrë për 180 gradë. Ne marrim një copë, ta shikoj. Ka dalë në këtë mënyrë. I pjekur nga të dyja krahët. Kaq ishte përfundimi të dashur miq. Nëse u pëlqeu, më lini like, subscribe, shifim në video të radhës. Faleminderit.